Horoskopi. Dashi. E shtuna për dashin do të jetë një ditë emocionesh të forta dhe reagimesh të shpejta. Mund të keni një debat të vogël me një person të afërt, por gjithçka do të kalojë shpejt. Një takim i papritur mund t'ju ndryshojë planet e ditës. Në mbrëmje pritet një moment i bukur që ju rikthen humorin. Demi. Për Demin kjo është një ditë qetësie, por edhe reflektimi. Do të mendoni për disa gjëra që kanë ndodhur gjatë javës dhe për mendime që duhet të merrni. Mund të kaloni kohë me familjen ose me një person shumë të afërt. Financat dhe siguria do të jenë përsëri në mendjen tuaj. Binjakët. Shtuna është ditë shumë sociale për binjakët. Do të ketë dalje, takime, telefonata dhe shumë biseda. Mund të takoni një person që nuk e keni parë prej kohësh. Në dashuri është një ditë qëllimi dhe emocionesh të bukura. Gaforja. Për gaforin kjo është një ditë shumë emocionale. Mund të ndjeni nostalgjik ose të mendoni për një person nga e kaluara. Në familje mund të ketë një bisedë të rëndësishme. Në mbrëmje do të kërkoni një qetësi dhe njerëzit më të afërt. Luani. Luani do të dojë të dalë, të duket dhe jetë në qendër të vëmendjes këtë të shtunë. Është një ditë shumë e mirë për dalje, për festa dhe shoqëri. Dikush mund t'ju komplimentojë ose t'ju tregojë interes. Në dashuri është një ditë shumë pasionante. Vërgjëresha. Vërgjëresha do të dojë një ditë të qetë dhe të organizuar. Mund të merreni me shtëpinë, me plane personale ose me diçka që e keni shtyr prej kohësh. Do të mendoni shumë për javën që vjen. Në dashuri është një ditë e qetë edhe pa tension. Peshorja. Peshorja do të jetë shumë sociale dhe rrethuar nga njerëz këtë ditë. Mund të keni një takim të rëndësishëm ose një njohje të re. Dikush mund t'ju bëjë një surprizë. Është një ditë shumë e mirë për dashuri. Akrepi. Akrepi do të jetë shumë i thellë emocionalisht këtë të shtunë. Mund të keni një bisedë shumë serioze me një person të rëndësishëm. Do të kuptoni diçka që nuk e kishit kuptuar më parë. Është një ditë që ndryshon një marrëdhënie. Shigjetari. Për shigjetarin kjo është një ditë lëvizjeje dhe spontaniteti. Mund të vendosni i papritur të dilni, të udhëtoni ose të takoni dikë. Nuk do të doni të rrini në një vend. Është një ditë shumë e mirë për aventura dhe për njohje. Britsjapi. Britsjapi do të dojë të pushojë dhe të qëndrojë larg stresit këtë ditë. Do të mendoni për punët dhe planet e së ardhmes, edhe pse është fundjavë. Dikush mund t'ju kërkojë një këshill. Në dashuri do të tregoni më shumë ndjenja. Ujori. Ujori do të ketë një ditë të paparashikueshme. Planet mund të ndryshojnë disa herë gjatë ditës. Mund të takoni një person interesant ose të merrni një lajm të papritur. Është një ditë surprizash. Peshqit. Peshqit do të jenë shumë romantik dhe emocional këtë të shtunë. Mund të kaloni një moment shumë të bukur me një person të rëndësishëm. Do të mendoni shumë për ndjenjat dhe marrëdhëniet. Është një ditë e qetë dhe ndjeshme.